sot do bëjmë makinën që keni kërku më shumë se gjithë tjerat. Ja ku e kemi. BMW E60 M5 me motorin V10 5 bish, do e shohim nga jashtë, nga mrena, do e shohim performancën, edhe do japim vlerësimin në fund. M5 që kemi këtu është 2006-ës, është me ngjyrën e bardhë, Alpine Wise 8, 3 i ka mundësi, po do e shohim edhe kur t'hapim kofën. Tash kur i shef ton pamjet parë kështu, duket si seria 5 me luk M, po kur e shef shpejtësi në zhurmë, e me kurnizet e merr vesh që është M5, se ka plot që janë 520 që 530 që me luk M, po kjo është tamam M5. Shvesa ka frenat normal me aerosje, me freskim. Gomat këto diesel i ka 19 që të veta që ka pas M5, atëherë kanë debutu kur ka dalë M5. Këto s'kan pas opcion frena ceramike, po këto që i ka goxha të forta. Po ka njerëz që kanë konvertu, i kanë vu ato të FT10-s, më treshe që ka më rapa i shkojnë fix ato ceramike të asaj. Normal para kolb, mrapa kolb, llaskat i ka ndryshe, krahasu me standardin me serin 5. Kjo s'ka marmitat e veta stok, është me 4 marmita, po kjo i ka modifikume. Nga fondi 2007 s'kan pas edhe faceliftin të versionin LCI. Këto që ka standardja me 5.